A është dietar çdo individ në foltore? Fundi i shekullit 20 dhe fillimi i shekullit 21 solli shumë ndryshime në shoqëri, në atë politike, ekonomike, kulturore dhe ndryshime tjera. Këto ndryshime përfshin si individët ashtu edhe shoqëritë, mirë po një ndryshim që bie në sy ai është. Zakonisht pas luftrave e ndryshimeve shoqërore, pason një elan, një optimizëm, një disciplinë pune e shpirti. Mirë po pas ngjarjeve të shumta në Evropë, Ballkan e në trojet shqiptare, kjo nuk ndodhi. Në vend të optimizmit njerëzit janë pesimistë, në vend të vullnetit për punë njerëzit janë përtac. Në vend të disiplinës në punë, vërejmë një rrëmuj e kaos. Kaosi është edhe shpirtëror edhe fizik. Zakonisht ky i pari e shkakton të dytin. Mund të thuhet se nuk ekziston kriteri i vlerësimit, kështu që improvizimi, shundi dhe kiçi dominojnë në shkencë, art, radio televizion, media të shkruara dhe vizive. Një problem në sy i vogël, por që nuk guxon të shpërfillet është dukuria që shumë njerëz nuk munden, nuk dinë madje dhe nuk duan të bëjnë dallimin ndërmjet oratorit dhe dietarit. Ngatërrimi pa qëllim apo me qëllim i këtyre dy shprehjeve sjell probleme të shumta, si në mesin e atyre që dëgjojnë, ashtu edhe në mesin e atyre që dëgjohen. Shumë njerëz duke dëshiruar ta fitojnë kënaqësinë e Allahut, kanë filluar të ftojnë në rrugën e Allahut. Të pavetdijshëm se masa e gjerë besimtarëve, por edhe të tjerë të tillët, do t'i trajtojnë si dietar dhe si persona të gatshëm të përgjigjen në gjithë problemet dhe çështjet që e preokupojnë masën para tyre. Nëse të tillët, meshkuj apo femra, pa e vënë në diskutim qëllimin e tyre të mirë, nuk i dinë kufit e mundësive të tyre intelektuale dhe nuk ndalen së vepruari, do të bëjnë më shumë probleme dhe do të fusin më shumë huti se sa mirësi e udhëzim. Nëse i hedhim një shikim skenës son fetare e kulturore, do të shohim se shumë probleme në trojet tona janë pikërisht pasojë e mosnjohjes së këtij realiteti. Njerëzit nga një anë si rezultat i mosdijes së tyre, konsiderojnë se dietar quhet kushdo që flet për fenë dhe i fton njerëzit në fe. Disa kanë marrë për autoritet të tyre personat me dije të dyshimit, kurse të thënat e tyre i konsiderojnë si të vërteta të padiskutueshme. Për t'i përforcuar qëndrimet e tyre, njerëzit e tillë i shtojnë autoritetet e tyre fetar dhe merita të tjera, për ta bërë autoritetin e tij të padiskutueshëm. Nga ana tjetër, autoritetet e tilla, oratorët e tillë, të cilët kanë marrë rrugën e misionarizmit, nuk do të duhej as të entuziazmoheshin, as të llastoheshin me mendimin e mirë që të tjerët kanë për to. Gjithashtu do të duhej të bëheshin të ndërgjegjshëm dhe të mos pranonin rolin që disi spontanisht po a japin të tjerët. Nëse të tillët nuk janë në nivel të detyrës, pasojat do të jenë të pariparueshme. Duke i përcjellë se çka flasin para xhamatit dhe para mediave dhe çka shkruajnë nëpër gazeta, libra apo nëpër web faqet e rrjeteve sociale, ata të cilët janë nisur rrugës së misionarizmit e disa prej tyre, siç duket te vet ata, kanë vlerësuar mundësitë e tyre në shkencë. Njeriu shqetësohet nga qasja e tyre, nga dija tejet sipërfaqësore e tyre gjatë trajtimit të temave të mëdha. Nga paraqitja e tyre, veshmbathja nga filmat e njohura botërore për plot dekor e, si do të thoshte Gjakovari, kilifekte, vërejhet se sikur ata të kenë mbledhur tërë trurin e botës. Kurse nga cilësia e ligjërimit vërejhet se u mungojnë dhe njohuritë më elementare për fenë dhe dija përcjellëse imanente për çdo intelektual. Të tillët me ligjërimet e tyre fusin rrëmuj ndër muslimanët. Simpatizuesit e tyre e ngrenë në qiell ligjërimin e tyre, kurse pjesa tjetër e refuzon si të pavlefshëm. Ata që e duan këtë ligjërues falco, edhe duan dhe urrejnë për të dhe në emër të tij, ligjërimi i tyre bëhet kriter për ta dhe imponim për të tjerët. Si duket, të tillët bëjnë pjesë në kritikën e Muhamedit alayhis salam të thënë në një hadith të njohur. Me një rast pejgamberi alayhis salam pa thënë se para ditës së fundit do të vi koha kur do të flasin ruvejbidet.
Ashabët e pyetën se kush është Ruajbid, kurse pejgamberi alayhis salam u përgjigj: njeriu i pavlefshëm që flet për çështje të rëndësishme. Nëse në trojet tona nuk kemi dietar të nivelit botror, atëherë kemi dietar që me studimet e tyre, me punën e tyre e kanë verifikuar dhe dëshmuar vetëm para të gjithëve, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Ata mendoj unë duhet të jenë kompetent ta shpjegojnë fenë e Zotit, por edhe ata duhet të njohin kufijtë e tyre intelektuale dhe shkencore, dhe për çështjet që nuk janë kompetent t'u lënë të tjerëve, ose në bashkëpunim me ekspertët të ofrojnë përgjigje kompetente për pyetje të caktuara. Të tjerët të cilët nuk janë kompetent, por kanë filluar rrugën e misionarizmit dhe kanë aftësi për thirrje, lexojnë për fenë dhe shoqërohen me dietar, të tillët nuk duhet të preokupohen me tema të mëdha, me dhënje të fetvave, por detyrë e tyre te njerëzit është të zgjojnë dëshirën për fe, dëshirën dhe nevojën për pendim, të qortojnë me urtësi në rast të mëkateve të dukshme e veprimeve të ngjajshme. Në vend të vetë të përgjigjen pyetjeve të interesuarve, njerëzit duhet t'i orientojnë tek dietarët kompetent. Vetëm kështu mund të shmangemi nga problemet fetare, shoqërore e tjera. Të gjitha këto që i shkruam nuk do të thonë që njerëzit të pengohen nga përhapja e fjalës së Zotit, por vendosja e rendit dhe kompetencës që ekzistojnë prej kohës së Muhamedit alayhis salam e deri në fundin e botës. Të gjithë kemi të qartë se njeriu nuk bëhet alim, dietar brenda natës, siç po ndodh në kohët e fundit tek ne. Dietar njeriu nuk bëhet me blerje pazari apo me trashëgimi, siç ndodh në sistemet monarkiste apo në disa sisteme tjera. Zotësia e rrotërisë apo dëshira e flak për përhapjen e fesë nuk është garancë e mjaftueshme për të pasuar atë njeri dhe në gjitha çështjet të përzihet, por ky njeri duhet të merr vendin e vet në shoqëri. Me këtë rast nuk do të përmendim emra grupesh apo individesh, sepse shpresojmë që vetvetiu do të kuptohet synimi i shkrimit dhe destinacioni i tij. Qëllimi është më tepër të tregojmë në këtë dukuri dhe të udhëzojmë se si duhet dhe si nuk duhet vepruar. Vitet e fundit, nga veprimet e tilla kemi mjaft dëme. Prandaj është koha e fundit të vetëdijsohemi dhe të bëjmë hapa përpara. Një dietar kompetent plotson shumë kushte, ndër të tjera që ta njeh Kur'anin dhe hadithin për çështje të caktuara. Ti njeh mendimet e dietarëve të tjerë para tij për këtë çështje, ta njoh usulifikun, ti di tekstet nasikh dhe mensukh, shfuqizues dhe të shfuqizuar. Ti ketë mësuesit e tij njerëz të kualifikuar dhe me famë botërore, të pranuar nga bota islame. Plotësimi i këtyre dhe kushteve të tjera kërkon njerëz të kualifikuar, e jo vetëm njerëz që din të lëmurisin dhe zemërmirë, por të padijshëm në aspektin shkencor fetar. Në fund, do t'i këshillojmë misionaristët e veçpallur që të mos guxojnë dhe të mos nxitojnë me mendime e vendime, sidomos në çështjet besimore, të haramit dhe halallit e tjerë. Sepse me ne do të qeshen jo vetëm kundërshtar të Islamit, por edhe të afërmit tanë. Do t'i këshillojmë ata që të kenë kujdes nga kush e marrin diturinë, sepse mësuesi kompetent është gjë shumë me rëndësi të madhe.